në Republikën e Kosovës në vendlindjen e juaj. Kjo mbrëmje është menduar si një shans i mirë që të takoheni me njëri tjetrin të gjithë bashkë, të kaloni këndshëm e bukur, por gjithashtu t'i takoni edhe deputetët që i keni votuar e ju përfaqësojnë, t'i takoni ministrat e zëvendës ministrat të cilët i mbështetni e punojnë për juve, të takoni presidenten Albulenën, të takoni aktivistat vetëvendosjes të cilët e kanë bërë lëvizjen subjetin më të madh në vend e në kuvend tash shumë vite, e natyrisht që të takohen edhe me bashkëdhetar të tjerë që vijnë nga larg e të cilët natyrisht i bashkon Kosova, i bashkon Shqiptaria dhe prandaj jemi këtu në sheshin në kryeqytet që mban emrin e komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari. Ne e dim që shqiptarët e Kosovës kanë pasur disa valë të refugjatëve, por gjithashtu kanë pasur edhe valë të shumta të migracionit, i cili nuk ka nisur në dekadën e fundit të shekullit kaluar, por qysh në vitet e 60 dhe 70. Për shkak të shtypjes së shfrytëzimit të Jugosllavisë të Serbisë, kemi pasur shqiptarë të cilët menjëherë pas luftës së dytë botërore, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Maqedonia, nga Lugina, nga Mali Zi, kanë marrë udhë të botës, kanë shkuar në Evropën perëndimore dhe ne kur nuk e harrojmë që ata të cilët kanë shkuar, këta e kanë bërë në mënyrë që tjerët mos jenë detyruar që të shkojnë. Pra, ata që kanë shkuar, kanë punuar në perëndim, janë organizuar politikisht, e kanë afirmuar Kosovën dhe çështjen kombëtare, por në njëjtën kohë me dërgesat e tyre financiare kanë mundësuar që familjet e tyre të mbjetojnë në vendlindje. E në vitet e 90-ta, rreth 300.000 shqiptarë janë detyruar që të shpërngulen në perëndim, kjo para fillimit të luftës në vitin 1998, me qenë se vetëm asisoj 1,5 milion kanë mbetur në Kosovë, e kanë organizuar rezistencën bashkë me diasporën, njëherë paqësore, masnejt armatosur dhe dolëm së bashku fitimtar në krye me ushtrinë shqiptare të Kosovës e me mbështetjen e intervenimit NATO-s në qershorin e vitit 1999. Pra, mërgata jonë ka qenë edhe kushti i paqes sociale edhe mundësia për luftë shqiptare. Duke ju falendëruar edhe ardhjeve nga perëndimi të bashkëdhetarëve tonë, edhe financimit të UÇK-s, ne jemi shliruar dhe ndonë se jemi të lumtur e të gëzuar për lirinë që e kemi, për shtetin që po e ndërtojmë e po e forcojmë, asnjëherë nuk i harrojmë ata të cilët me gjakun e tyre ndodhen në themelet e shtetit e tek rrënjët e lirisë. Dëshmorët e kombit edhe martirët, por të gjitha viktimat e të gjitha moshave, dy gjinive, anën banë Kosovës dhe jo vetëm, përfshirë këtu dhe të pagjeturit, të cilët janë një plagë e hapur, me qenë se familjet detyrohen që edhe sot e kësaj dite me ankth të mbjetojnë, të pikluar e të munduar të gjallojnë dhe po përpiqemi me çfarë dime mundemi që ta zbardhim fatin e të pagjeturve. E së fundmi ju e patë që në Kalludër të Zumin Potokut u zbulua një varrezë re masive, të falenderu hetuesve të policisë të Kosovës,